goca, përshëndetje, mirë se keni ardhur te kanali im këtu në YouTube. Unë jam Romilda, për ata që nuk më njohin. Tani, për hap sonte këtë vlogun, sot është shtunë, se disa shora, kjo ora im më duket se është qik mbrapa, po është diku të 9:30. Dhe këtë video po e fillojmë duke bërë një supermarket haul, duke i treguar gjëra që kam marrë në supermarket, sepse e di që ju i pëlqeni këto. Dhe t'ju flas pak se çfarë ka ndodhur këto ditë. Atëherë, që ka ndodhur? Videon e kam hedhur vlogun, u vonova pak për ta hedhur me thënë drejtën, se jo e dito sot jo nesër, e shtyja gjithmonë, jo koha nuk na dilte, dhe e hodha pak më vonesë, për rëndësi ka që e postova vlogun e fundit. Sot ka qenë shumë ftohtë këtu, ka fillur i ftohti, shumë ftohtë do thoja, edhe shi, por Zoi nuk rri fare në shtëpi para dite, nga që është mësuar që del, e kam nxjerrë edhe unë, edhe ajo as në krah, as në tokë, do me thënë, kur që ecën kështu kamatorët, po ashtu edhe të lodrët e veta, rri mërzitet, duhet rri aty me atë, dhe unë më mirë preferoj të nxjerr jashtë, por ka qenë shumë ftohtë, e kam veshur, normalisht e vesha mirë, se frynte edhe binte shi. Shkuam një xhiro deri nga qendra, kishte pazar, nuk është se blevëm shumë gjëra me thënë drejtën, kam marrë vetëm kastraveca, se nuk më pëlqejnë shumë perimet, plus kisha disa. Dhe pastaj kemi ardhur në shtëpi, pritëm ato, erdhëm në shtëpi, ndejta pak, e vura në gjumë, dhe unë jo sistemova shtëpin, prita një 2 pako që me erdhen, dhe tani mbas dite, kur erdhi Liri nga puna, shkuam në supermarket. Kemi shkuar tek Aldi edhe tek Lidli. Tani, çfarë kemi marrë, se janë përzier ato gjërat e Aldit dhe të Lidlit. Kjo është e Aldit, na kanë kushtuar 22,94 cent, ato që kemi marrë të Aldit, dhe ato që kemi marrë të Lidli, ka shumë njësoj, 22,10 cent, do me thënë, kur 6 benzinë. Tani, kemi marrë, me që se kam tu, vezët, kemi tek Lidli. Unë nuk ishte të Aldi dhe i mora të Lidli, se paka shumë njësoj janë vezët, Lidli ishet pak më shtrenjtë, edhe në fakt i ka pak lëviz diku të 1 euro, 2 euro, me sa kemi vënë re, lëvizit pak çmime, por jo aq për shembull, sa tek marketet e tjera, mendoj. Dhe okej, çfarë morëm? Tani po ju tregoj të gjitha. Buk tosti për në punë për Lirin. Kemi marrë këto chicken nuggets. Unë ja këto se nuk është i ka shumë qef i Liri. Kola. Kam marrë shumë kola, sepse do bëj një video veç. Është video tjetër, Pepsi. Baby spinach, që t'ja bëj Zoit. Shikoj, t'i bëj në një gjë. Prosciutto, për mëngjes që ha i Liri kur i ka në punë, ose kur du t'i jap buk me vete me tost, ç'a t'i bësh. Ka marrë si këto goca, nuk e di, hani ju këto? Këto. Nuk e di si quhen shqip, këto si mund t'i thuash. Janë të bëra me peshk, edhe është në formën e perkalecit. Na pëlqejnë, morëm 2, janë qik të shtrenjta, në fakt me thënë drejtën, por hajtë më në njerë. Ka marrë banane, edhe i ka marrë të pjekura shumë, sepse do bëj këtë të famshme banane, do me thënë buk që bëhet me banane, quhet banane bread, si thuhet anglisht, që bëhet ajo buka e shkrifët shumë e miell, nuk e di, do tentoj një herë ta bëj. Ndoshta edhe e filmoj, shikojmë, ta bëjmë nesër. Mendoj se do ta bëj nesër, sepse nesër nuk dua të merrem shumë me besoj se do merrem me pa shkunë të shtëpinë, se do mvi motra këtë javë që vjen,
edhe ja la asaj Zojnë edhe do ta shkon të javë me themel. Një banane kështu pak në jo shumë të pjekur. Prandaj nesër jemi për të dalë, po na majti koha do shkojmë te kafja të tre edhe shikojmë çfarë do bëjmë në një gjë tjetër. Në shtëpi do rrim se është shi, por do rrim do shqetësohemi. Kam marrë gjalp, kam marrë qumësht, tre bidona, sepse inshallah nuk harroj do zekos, se gjithmonë kam harruar herë në fundit, edhe do zekos mund t'i jap edhe Zojt ndonjëherë nga ky kosi ose konsumoj edhe vetë, po Zojt i jap edhe kos grek, me thënë të drejtën, ajo e pëlqen shumë. Edhe më së shumti këtë kosin që bëj, për shembull kur thartohet, që rri aty se e harrojmë, nga që ham kosin grek edhe harrojmë të ky thartohet, unë e bëj si gjiz, si ta them, ashtu e bëj. Tjetër, rigon, si nuk ka rigon, si që është në Shqipëri, do më thënë që tjetra mamë rigon i but, shu po thështë edhe një shoqërime, nuk gjeta rigon të mamë. Këtë kolën tjetër. Kam marrë djath, këto ko kam filluar të përdor këtë djathin e lopës, ky që është kështu, edhe më pëlqen shumë, ka goxha shihet të mirë, sepse ne fakt kemi konsumuar vetëm djath dhije, nuk shumë rrallë mund të kemë marrë djath lope, por tani e mora dhe ky është shumë i mirë, më pëlqen. Qese plerash janë, kam marrë 2 kos grek. Ky njëherë i Aldit mua më super pëlqen, më shumë se ai i Lidlit. Ai i Lidlit sikur e parasysh tamam e ka sikur e ka të si niseshten i ndihet shumë, ku e diun. Se po mbem dhe koka, prandaj po e maj dorën kështu. Të le diçka në gojë kur je duke e ngran, kurse ky është super i mirë, nuk e di, nuk e ndroj. Tjetër, budalliqe, normalisht duan dhe qikto, se tani ndarke për shembull, kur je duke ndejtur edhe do fusësh në gjë në gojë. Edhe një kolla tjetër. Mora një si kjo dhalla, sepse nuk kishte kefir edhe, hajtë, e konsumoj. U fi kjo drita, u fi drita i njërit. Në rregull, se dhe unë tani s'kam shumë për të treguar me. Kam marrë rush, kemi marrë rush, nuk e di, ne nuk rrim do të rush. Morëm edhe nuk mund të rrinim pa i marrë edhe ne. Do t'i bëj nesër, edhe më thoshte Iliri që i kishte dalë diku që t'i pjeki direkte në air fryer, pa i zjerë pas i gjë fare, edhe ne do t'i provojmë nesër t'i pjekim në air fryer. Në fakt, unë e kam thënë edhe një tjetër, a 2 herë tjera, që kur kam pjekur misra, i ben super shije, nuk e di dhe këto ndoshta, do t'i provoj nesër edhe do va tregoj dhe juve, inshallah nuk harroj. Kështu, kemi marrë, dhe bateri, kemi marrë 2 pako bateri, një me të vogla, një me të mëdha, i ka Iliri andej, edhe po ishin gjërat që blem sot. Këto ishin, po me kaq gjëra. Edhe këto, si shtash gjitha së bashku 80 euro. Shumë, mos kam harru në një gjë, duket si shumë. Nejse, do kem harruar në një gjë, pa e treguar, se dia kam futur në një gjë në marketu. Jo, s'kam futur asgjë. Nuk kam futur asgjë. Gjithsesi, vetëm baterit bën një pako 13 euro, kështu që merrni mend vetë. Okej, ky ishte supermarketi që bëm sot, edhe tani unë duhet të sistemoj në përvende, t'i fus në frigorifer, kam për t'larë pak enë, edhe do shkoj do qetësohem pak të rri shtri, se po mbem koka, edhe atë po i thoja dhe Ilirit që si duket nga që pa gjumësia bën veten, do me thënë Zoj zgjohet natën,
E dini ma, edhe unë ditën nuk është se fle, nuk fle fare, po e di ku që thojnë fare. Edhe prandaj duhet, edhe nesër, nuk është se do merrem shumë me të shkon të shpinë apo si që shtek, se çdo javë bëj atë, por do mundojmë edhe të qetësojmë të fle. Kështu themi gjithmonë, po. Kështu themi ne gjithmonë. Kështu. Mirë goca, tani unë po iki edhe kështu të shifemi në vazhdim të shohim. Përshëndetje nga dita tjetër, sot është e diel, mbra me filluan vlogun, dhe nuk e di goca, jam shumë e lodhur në kuptimin që më flet dhe gjumë, syti kam si të lodhur, por po mendoj, thash, gjella u bë, kam bërë fasole për drek. Zojin sa po e vura në gjumë, ka një 10 minuta, 15 minuta, edhe në fakt doja të flija edhe unë, se mos qetësohem. Por po mendoja që, duhet të bëj atë bananan, atë kekun me banane, që thash sepse më prishën bananet pastaj. Edhe, se di, ata bëj tani, atë fle, jam shumë keq për gjumë. Se Zoja është çu çdo një orë mbrëm, 1-2-3 herë, dhe në orën 5 mëngjesit është zgjuar sot, me orën e si bie. Do me thënë 5 mëngjesit në orën e re, se na është ndrua ora, besoj se e dini. Përshtateni shpejt ju kështu me këto orën e re, apo keni pak vështirësi? Mua njësoj më duket, se më duket në një ndryshim, nuk e di. Gjithsesi, unë qa të bëj? Sistemoj këto gjërat që i kam sistemu, por e kurosa që parë, kur ishte Zoj zgjuar, edhe se di tani, po mendoj t'i kitë bëj atë shpejt me banane, t'ua tregoj dhe juve si do t'a bëj, edhe t'a pjek, edhe t'ja fus gjumit, si thoni. Apo të flej gjumë edhe t'a bëj pastaj. Nuk e di, do flej gjumë fare, të flej një orë, sa të qohet ajo edhe do flej edhe pastaj do t'a bëj, të shkoj ku të shkoj. Ika do flej një gjumë. Jam duke bërë një banana bread, ata që ju thash, mbasi fjeta një orë, nuk e di, 20 minuta mund të kem fjetur, aq fjeti Zoj, dhe ja ku e kam këtu, e kam filluar pak, nuk e kam treguar në fillim, sepse më duhet që të jepja pak dhe Zoj për nga në kisha punë. Tani, dova shkruaj, përveç se dova shkruaj recetën tek përshkrimi goca. Ajo që çfarë kam përdorur është 2 kokra dhez, ose një masale, po unë i kisha të vogla dhe përdora 2 kokra dhez, 3 banane shumë të pjekura, i shtyp me pyrun edhe ato. Unë i kam hedhur 100 gram sheqer, sepse banania ka vetë sheqer, kështu që thash, nuk duhet ta bëj shumë të ëmbël, sepse duhet t'i jap edhe Zojit. Dhe për shkak se do ja jap Zojit, do t'i kam bërë me miell qiqrash. Nuk e di, do ta shikoj hera parë që bëj diçka me miell qiqrash, aq më pak një ëmbëlsirë, kek të themi. Tani kam shkrir këtu gjalp, 75 gram gjalp, 80 ml qumësh, një kështu nga ajo që pjek, do me thënë pluhur pjekës, unë i hodha dhe një vanilje, pluhur, për erë më shumë, dhe këto, s'ka gjë tjetër. Kam parë që i shtojnë edhe mund për shembull ndonjë frutë të thatë, ose këdi unë, bajame ose kështu, unë nuk po i shtoj, unë do t'a leshu si që ka dhe emri e saj, nuk do t'i shtoj as edhe një gjë tjetër. Këto janë shumë e lehtë për ta përgatitur, edhe kohë nuk të ha shumë kohë, do me thënë. Tani duhet ta shoh këtë
gjalpin që e kam shkrirë mos tjetë shumë i nxehtë, normale, tjetë në temperaturë normale. E mira është që të ftohet mirë dhe do ta hedhim. Kështu. Do ta hedhim këtu dhe do ta trezojmë pastaj në furrë për të pjekur. Unë nuk kam si ajo që kanë në formën e bukës që pjekin njerëzit. Keni parasysh ato tepsijat, si mund të quhen ato? Unë do ta hedh në një preqelçi që kam aty, se nuk kam si ajo. Njësoj do jetë. E mira dhe ishte ajo, por s'ka problem. Se nuk do ta nxjerrim në shitje. Goca, kemi vendosur edhe ato. Qa quhen këto opit? Gjithmonë e harroj emrin. Gështenja. Kemi vendosur edhe gështenja këtu. Fillim po i zjejmë me pak vaj edhe me pak krip, derisa të fillojnë të hapen pak dhe pastaj 20 minuta saktësisht dhe pastaj do t'i fusim për pjekje 15 minuta. Kështu që për sonte kemi gështenja. Goca, shikojni pak, është pjekur perfekte do thoja, nuk e di në shije duke e mirë, sepse provova pak që ta shikoja nëse do ishte pjekur brenda. E provoni dhe ju kështu? Kur doni të shikoni nëse? Ua, shikojni pak sa e butë. Më duket se e pas kam qëlluar. Kur e pëlqeu dhe i liri këta, se kjo s'pëlqen kollaj e mbëlsira. Jo se s'pëlqen, po si ka qef edhe. Ha? Ka dash super. Përshëndetje goca, nga dita tjetër. Sot është e hënë dhe shikoni pak sa errësirë duket, sepse koha është shumë e keqe. Më ka kapur një shi kur kam ardhur, shikoni. Me thënë, okej, është tharë tani, por më ka përshë floku, do të thoja. Shikoni pak sa errësirë duket, pa drita. Edhe nuk e di, kam thënë Romilda, nuk do dalesh më në shi, namit bëhet. E bëra ujë, se vajta edhe tek një kështu stacion që lën këta porosit, më duhet të shkoja për të marrë porosit. Edhe, më kanë hapë disa porosit, por porosit do të shikoj, kam vendosur që t'i tregoj, nëse nuk harroj në fund të videos, t'i mbledh të gjitha kur të mbyll video, edhe më mirë kështu, se sa të ri duke i bërë lamsh, t'ju tregoj, mos të pastaj t'ju tregoj prapë, kështu që më mirë në fund të videos. Edhe siç po tregoja goca, t'ju tregoj pak outfitin e sotëm. Ky është outfiti i sotëm, mos i vini re ato robet aty, sepse nuk kam ku t'i ndej. Sepse atë tjetrën që nden robet, e kam full, me qëra fjala duhet shkoj të kontrolloj, nëse me janë farë, se kam larë shumë robe këtë javë dhe më duhet që t'i ndeja disa aty tek ajo e Zoit. S'ka gjë se vetëm unë jam shpi me burrin. E di që nuk duket estetike, e injoroni, por që dojmë, kjo është realiteti. Kjo është veshja, me thënë se kam veshur këto, por kështu isha sot e veshur, edhe me një çantë si ngjyrë kafe, dhe kisha veshur se më duhet të bëja një video, i kam lënë aty, kam veshur këto. Kisha veshur këto, se më duhet të bëja një video, si që thash, edhe ishte duke fshirë ajo zonjusha, edhe i lash aty lartë, që mos të pengon të poshtë. Kështu, pëse e kuptuat. Tani, Zoji është në gjumë, po qetësojmë edhe unë pak, nëse ajo nuk qohet, se ka ca që është në gjumë edhe se di. Sa herë që unë bëhem gati për të qetësuar, për të shtrirë, Zoji qohet, sikur e zjon njëri me dorë që qohë, se shko mami, po pushon.
Gjithsesi, okej, po e mbyll tani, se më duhet që të tregoj një dy gjëra që kam marrë në TikTok. Duhet bëj një 2 video të fundit edhe kështu. Por mua sot më ka pëlqyer ky outfiti. Në gjë interesante, sot nuk është se kemi deri tani, por mendoj se nesër do kemi gjë interesante. Se nesër më vjen motra. Motra ime jeton këtu në Gjermani, por është në Frankfurt edhe kështu do na vi tezja. Do kemi gjëra të reja. Me si po pres. Zoe, o tu. Përshëndetje goca, nga dita tjetër. Sot është e hënë sot. E hënës. E mërkur. Sot është e mërkur. Edhe, si që thash, më ka ardhur motra, ka tezja Zoit, edhe dua t'i tregoj 2 gjëra që i ka bler Zoit. 2 dhurata të bukura. Tash t'i ndaj me juve. I ka marrë një qenush të vogël që ecën, besoj pa të video më përpara. Dhe presni t'u tregoj këto tjerat. Këtë kostumin, shikoni pak sa i bukur që është, me këto tutat, edhe kjo, o, zot, shifeni pak, dhe vesh i Zoi? Ti vesh i Zoi këto me mama? Ka Zoi, si shikon. Këto, janë shumë të bukura. Kemi edhe këtë, që shuhet kjo me? Dhe kjo triko. Me pulla. Shikojni këtë fjongon këtu dhe është shumë e butë. Dhe kjo shumë e bukur. Dhe, shikoni pak këtë pelushin e madhë. Po, fustanin. Do e marrësh pak? Apo për tonë. Shikojni pak këtë. Tani ngrot Zoi dhe është për këtë kohën e festave tani, por unë doja vesh. Ja, te duart është që mund t'i mbyllësh duart kur nëse ka ftohtë për shembull, ose jo, por normalisht Zoit doja lëm duart jashtë, se ajo nuk është më shumë e vogël. Edhe kur i Zoi ashtu një herë do të preki gjëra. Është edhe një fustan shumë i bukur. Prisni të shkoj ta marr dhe t'ua tregoj se kam marr. Ja ku e kam fustanin që ju të thash. Shikojni pak, kjo është velvet. Është shumë i bukur. Zoi mund ta ketë pak të madh, nuk e kemi provuar, do ja provoj një herë me thënë drejtën. Por mund ta mbaj edhe kur të mbaroj dimri nga pranvera, është shumë i mirë për ta veshur. Është shumë i bukur. Shikojeni. Sa i bukur që është. Të vdesu. Dhe këto ishin gjërat që na solli tezja. Këto ishin gjërat që na solli tezja. Tani, unë nuk është se kam filmuar shumë sot, me thënë drejtën, sepse jemi marrë me muhabet e gjëra. Dolëm thjesht tim një kafe, pastaj erdhëm në shtëpi, rregulluam robet, sistemuam. Hangrëm buk, vum Zoi në gjumë, Zoi nuk është se na fjeti shumë me thënë drejtën. Zgjohesh çdo 30 minuta, gjithsesi. Edhe kështu, tani, avash do fillojmë të bëjmë darkën. Nuk e di se kam vendosur mirë me çfarë do bëjmë, të shohim, na vi dhe babi. Edhe do bëjmë edhe darkën kaq. Pastaj nesër me kismet, kemi një plan, por se di sa do na eci. Se me këtë kohën që po bën këtu, është çik vështirë, se kishim qef të dilnim, të shkonim në një qytet më të madh, në Köln, për ju që e dini ku është, por me shumë mundësi nuk shkojmë sepse është shumë shi, shumë erë. Ndoshta dalim këtu ku jemi, shkojmë në një pizzeri me shoqet edhe me motrën. Nëse do shkojmë, do ju tregoj. Nëse jo, do shifemi prapë gjithsesi. Kështu, do shifemi sërish. Kam harruar të tregoj këto. Shikojni, si munda unë t'i harroj këto, kaq të bukura.
Shikojni pak. Sa bukura. Do bëjmë foto të bukura me këto.